Nesër do të mbahet seanca e 7 me radhë përpjekje, kjo për formimin e kuvendit të legjislaturës së nëntë të Kosovës. Seanca do të mbahet nga ora 10 dhe lëvizja vetëvendosje vazhdon të propozojë Albulena Haxhiun për krye parlamentare, edhe pse ajo ka dështuar 4 herë radhazi, duke marrë vetëm 57 vota. Haxhiu të premten dështoi sërish të bëhet kryetare e kuvendit dhe për këtë nga opozita fajsojnë partinë fituese. PDK, LDK, AAK e Nisma thonë se lëvizja vetëvendosje me qëllim po e bllokon seancën konstituitive, ndërsa shprehin gatishmërinë edhe për zgjedhjet e reja, për të cilat kanë dalë edhe data, që janë në maj ose në qershor. Zgjedhjet e reja nuk po i refuzon as lëvizja vetëvendosje, madje thonë se për të kaluar nga ky ngërç, ato janë të domosdoshme. Analisti politik Zeinullah Jakupi thotë se në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të reja, atëherë PDK mund të ketë humbje në përqindje për shkak të blokadës. Sipas tij, nëse shkohet në zgjedhje, opozita, PDK dhe LDK vetëm me një koalicion parazgjedhor mund të arrijnë nivelin e votimit që e kanë tani. Zgjedhjet e reja do ta forconin lëvizjen vetëvendosje, guxo dhe alternativën dhe do i dobësonin partitë opozitare. Mes tyre më së shumti do të dobësohet AAK-ja dhe LDK-ja. PDK ka marrë këtë herë më shumë vota se LDK sepse e ka fituar diskursin publik dhe duke përdorur krerët e UÇK-s në Hag dhe natyrisht me këtë narrativ ka elektrizuar elektoratin, por një humbje në përqindje mund të pritet tek PDK-ja, sepse me këtë blokadë po shihet se PDK dhe LDK janë në të njëjtën vijë dhe ani pse nuk kanë dalë të parat në votime, nuk kanë vullnet ta respektojnë vullnetin e qytetarëve. Nëse shkohet në zgjedhje opozita, PDK dhe LDK vetëm me një koalicion parazgjedhor mund të arrijnë këtë nivel të votave siç e kanë tani, përndryshe do të pësojnë dukshëm rënien e vota, deklaron Jakupi. Ai parashikon një përqindje më të lartë të lëvizjes vetëvendosje, gjersa shton se nëse nuk mbahen zgjedhjet, një bashkëpunim i mundshëm midis lëvizjes vetëvendosje dhe AAK-s do të realizohej për të bërë votat për organet e kuvendit. Në qoftë se shkohet në zgjedhje të reja, LVV-s do të mundsonin përqindjen më të lartë, sepse nga kjo blokadë u pa se lëvizja vetëvendosje ka vullnet që të bashkëqeverisë duke i ofruar Nismës dhe LDK-s bashkëpunim, dhe kjo tregoi se lëvizja vetëvendosje nuk është më partia e vjetër që garonte e vetme dhe përjashtonte bashkëpunimin pas rënies së qeverisë Kurti 1. Nëse nuk dëshirohet të shkohet në zgjedhje të cilat mund të jenë sfiduese për opozitën, atëherë duhet të kalkulohet në një bashkëpunim me AAK-n dhe përfshirjen e saj në koalicionin e madh, e me këtë do të fitoheshin votat për t'i bërë organet e kuvendit dhe të qeverisë, e me këtë do të kishim tutje një opozitë të fortë PDK-LDK, shton analisti. Kujtojmë se në zgjedhjet e nënshkurtit lëvizja vetëvendosje doli e para me mbi 390.000 vota apo 42.30%, e dyta doli Partia Demokratike e Kosovës, e pasuar nga Lidhja Demokratike e më pas nga AAK Nisma.